në 2013 ishe kryeministër në detyrë dhe thejet të vodhën zgjedhjet. Dhe me pas, vit pas vitit njëjtën gjë. Dhe kush e bën këtë? Një njeri ndaj të cilit rëndojnë të gjitha djallëzit më të mëdha të shkaktuara ndaj këtij vendi. Që nga bashkëpunimi me Slobodan Miloševićin për ta furnizuar makinerinë e tij luftarake me naftë, dhe kujtoj këtu një deklaratë të presidentit Thaçi, i cili tha se marrëveshja Berisha-Milošević solli Arkanin në Shqipëri dhe kompania shqiponja e Partisë Demokratike thyu embargon në pronësitë PD-s. Më pas përndoqe ushtar të UÇK-s, ish komandantin Thaçi, Zahir Pajazitin, apo edhe akuza për vrasjen e ushtarit të UÇK-s Ilir Konushevci.